Po që këja dhe lëvizja paqësore kanë pa dallime në metoda, por në orientimin, luftën e tyne, në qëllimin e tyne kanë qenë plotësisht kompatibile. Prandaj, nuk kanë ndodhur fërkime. Mrena për mrena, të gjitha ato fërkime që janë kriju mas lufte, janë të stisura nga njerëz dhe grupe të cilat do thotë kanë pat interesa politik për pushtet, të cilat i kanë shkaktuar vendit jashtëzakonisht dëm të madh. Ne, çdo qeveri që vjen, çdo ministër i drejtësisë, tash tutje duhet ta jep një premtim në qoftë se don të jetë ministër dhe kryeministër i mirëfillt i vendit. Duhet të hapen dosjet, e në thojzat vrasjeve politike. Duhet të hapet çdo dosje dhe popullata nuk bën të mbetet peng, sepse kjo luftë politike që e kanë bë për pushtet, njerëz, individ që kanë përfituar nga kjo përçarje, nga ky polarizim i shoqënisë, kanë sjell sot një situatë tjetër të pakëndshme, sepse njerëzit kanë filluar me gjetë prehjen nga një mashtrim tjetër, nga mashtrimi fetar.